kon tek ata vlera virtyte. Herë për shkak se familjet kanë aq shumë halle vet sa ato që lidhen me vigjilencën mbi fëmijën vinë e bëhen të dobta. Ka të tjera institucione si për shembull shkolla që shpeshherë nuk mbrojt tek të miturit ato aspekte që kanë të bëjnë drejt për drejt me fisnikërinë e shpirtit të tyre, me zbukurimin e shpirtit të tyre, me edukimin e sjelljes qytetare. Shpeshherë të miturit ose adoleshentët e lënë shkollën, braktisin shkollën. Aty ku vende domethënë mësimi as nuk bëhet. Lëndët që kanë të bëjnë drejt për drejt me formimin e psikës qytetare pothuajse neglizhohen, nënçmohen, jo vetëm nga ata, por edhe nga nesit të rritur. Dhe për të vijuar më tutje, sigurisht mjedisi digjital është i pamëshirshëm. Më shumë ata miklohen të miturit, adoleshentët përgjithësi miklohen nga modele që përlavdrojnë dhunën, agresivitetin, përdorimin e substancave narkotike, përdorimin e armës, shkeljen e normave në përgjithësi dhe ata janë joshës për të miturit ose për adoleshentët, të cilët edhe për shkak të një institucioni tjetër që po ashtu lë shumë për dëshiruar dhe që ka të bëjë me sigurinë, pra policimin komunitet, të themi siguria në mjediset ku ata jetojnë, aty ku çalon prodhohet gjithmonë një mundësi për një sjellje konfliktuale, për një sjellje devijante e cila mund të shkojë edhe në krim. Të qëndrojmë pak këtu, zonja Binjaku. Pra, në raport me këtë lloj situate, a mund themi që kemi të rinj të cilët janë në këtë pikë për shkak të mënyrës se si funksionojnë gjërat në vendin tonë. Konkretisht nuk kemi të rinj që lindin kriminal. Pra, mund themi që kemi të rinj të cilët janë drejtuar drejt kësaj rruge për shkak të një mos rrugëzgjidhje tjetër, apo ndoshta për shkak të mbylljes së dyerve të punës, për shkak të mbylljes së dyerve të shkollës, për shkak të gjendjes ekonomike në cilën një pjesë e mirë e shqiptarëve ndodhen konkretisht, apo mungesa e shpresës, mungesa e barazisë e shumë gjëra të tjera të cilat i ka shtyrë, le themi, shoqërinë tonë drejt një fenomeni të tillë dhe përfshirjes shpeshherë në këto problematikat, konfliktet, bandat e vogla që nisin nga lagjet, nga shtëpitë e më pas në organizata më të mëdha. Po, kur flasim për të rënje të autoritetit të institucioneve që unë fola pak më sipër, patjetër që ka disa dimensione të këtij autoriteti. Një ndër këto, për shembull, dimensione është e lidhur ngushtësisht në polaritetin e madh që ka në radhët e shoqërisë tonë. Pra, kur familjet shqiptare bashkëjetojnë, domethënë në të njëjtin komunitet, familje shqiptare që përpiqen me mishë, me shpirt, me të drejtën, janë konsekuent në vlerat e tyre, janë njerëz të ndershëm, punëtor, ndjekin domethënë ato tradita dhe nga familjet nga cilat vinë dhe janë përpiqen domethënë që t'u edukojnë edhe fëmijëve të tyre këto vlera. Pranë tyre ose përballë tyre ose diku afër tyre jeton një familje tjetër.